Mi flamur I cili nuk di se kush ka ngrit flamurin. Të falenderoj se na ktheve humorin. Na bëre të qeshim. Mi flamur I cili nuk di se kush ka ngrit flamurin. U qua sot sërish dhe në një moment që unë prisja për herë të parë në jetën time ta gjoja se si doktori vogël që është prisja që do fliste për shëndetin publik, vendosi që të na rrëfej për herë të disajt se si deputeti I vjetër shumë legislatura thyen në mënyrë të hapur rregulloren që në nenin 31 përcakton se kuvendi ose komisionet nuk mundet të diskutojnë dhe të vendosin për çështje që nuk janë në rendin e ditës. Në fakt, zoti kryetar, unë besoj se në këtë kuvend dhe marrë me gjithë për ulljen si një deputet I ri, ju takon si kryetar që të mos e lejoni më këtë fyerje të inteligjencës që na vjen nga doktorët e vegjël, me përjashtim ndoshta doktorit të madh që mund t'ja lëm ndonjëherë të flasi, sepse nuk ka kuptim që të fyen të gjithë deputetët të cilët pas pak në jashtë rendit të ditës do të kenë mundësi që të flasin. Flamuri vogël, edhe doktori vogël një herazi, ka një lidhje shumë të fortë me mua. Ai është me shumë familjar sarandiot. Kur ka qenë në kryet e entit banesave, rastësisht në Sarand dolën të gjithë familjarët e tij pas 3 dhe kanë nga një banesë. Dhe del dhe guxon dhe përmend një rast që e ka përmend dhe herë tjetër, prandaj po ja bëj replikën në tërësi, që ka të bëj me një dokument I cili ka qenë I mikrofilmuar në arkiv që në vitin 2001, kur kryeministri besoj e mbani mend që ka qenë zoti Ilir Meta, dhe unë e pas kam falsifikuar. Një dokument që është I skanuar nga viti 2001. Isha 14 vjeç. Atëherë kur zotria shpërndante këto apartamentet që duhet shkonin për të pastrehët te familjarët e tij. Ky është abuzim. Këta pse me forcë merret fjala? Çdo kjo fjala nuk merret me forcë. Përse të takon? Për çfarë? Për çfarë? Për procedurë. Për replik nuk të takon, për procedurë po. Për replik jo. Procedurë. Faleminderit. Tani të falenderoj se na ktheve humorin. Na bëre të qeshim. Jo, të falenderoj. E di që unë nuk përmenda emrin, po të piskova aty në shpirt ku të dhem fort dhe të dhindi sigur të ishte një piskim gjarpri. Pse? E diti ku fle Lepuri. Lepuri fle në Gjipe. Lepuri fle në Gjipe. Aty të 22 hektarët. Por, jo, ajo Gjipeja do të bëhet makthi jot. Makthi jot. Sepse ti ke urdhruar dhe je hartues dhe ideues I një falsifikimi, je ideatori I vjedhjes dhe I rrëmbimit të pronës së himajotve. Ti, dhe vetëm ti. Kështu që e di që ke gjumin e prishur. Të kam parë se të njoh herët kur vije qajshet e unë më të ndihmoja me hymne I punë me një gjë në kështu. E mbaj mend? Po, ti. Fusje, ti. Edhe përbetoheshe se ishe votues I PD-s, unë më vinte keq dhe doja të ndihmoja, pra të njoh mirë. Por çfarë jam duke thënë? A di çfarë shoh? Ja, është dëshmitar dhe bujari. Ja, bujari. Është edhe shpëtimi I Drizit dëshmitar, ti e di mirë. Po. Ishe gati të fshije këpucët, por më dëgjoj tani. Nuk ta zgjidh dot hallin. As ta Hollandis ta zgjidh dot hallin. Ka dhe të mbaja e. Hallet e atij të mbaja. O Rafik Gurra nuk e let qetë fleras atë. Priti. Gjipeja ty s'do të lërë të vesh gjumë deri kur s'kosh të vendi. Mbaj e mend. A kjo është arsyeja pse ju çojeni të gjithë kur sulmohet krejoj narkos, sepse ju ka fut gjithve në një tavë të gjithve. Pse nuk reagojnë? Ka shumë socialistu, por nuk ndjehen të piskuar. Pse?
se atë lugën e çorbës nuk e kanë hëngër të gjithë. Atë shijoj luga, ata shim hap bishtin. Tash i prit bishtin. Zoti Balla, fjala procedurë. Për replik. Për replik. Po ti të re si për sy. Nuk quhet replik me replik. Zoti Himçi, deputet i ri. Nuk është replik me replik. Po u dhash një fjalën dhe se mora. Po të thash pra zoti Balliu, keni kërkuar fjalën procedurë. Gjithsesi do ta marrësh, mos u mërzit. Po Flamur. Unë thash se sot do e kërkoje fjalën këtu për të sqaruar këtë punën e 28 nëntorit. Ndaje këtë punë tani, ndaje këtë punë se unë mendoj që dhe ty dhe Lulin, Saliu ju zgjedh kështu si jeni. Dhe nuk që nga rastësi që ishte vetëm Luli Gavali. Ju që keni të gjithë. Tani merruni me Salianin, se u ka zonë halli madh. Merruni me të tani. E pe ç'bënde Saliu sot? Janë aktivitete private dha. Janë aktivitete private, madje na akuzoi dhe Ani Dyrmishin si organizator të mitingut Durrësit. Ne shqyqyr që ju kemi, ta kam thënë 100 herë, ne shqyqyr që ju kemi, keqardhje për Shqipërinë që ju ka, edhe për partinë që ju ka mbetur rahmet past. Prandaj, Flamur, siç ta tha kolegu im i dashur, ti do mbahesh mend si vetmi Flamur që nuk di as kur është ngritur Flamuri në Krujë, as kur është ngritur në Vlorë, as kush e ngritin në Krujë, as kush e ngritin në Vlorë. Flamur, thello në histori Flamur se lenam. Faleminderit. Zoti Balliu. Po replik, dy herë replik s'mund ta merrni. E replik e morë të herën e parë. Zoti Balliu, procedurë. Pra. Po, faleminderit kryetar, thjesht kisha një merak t'ja sqaroni se pash që qeshën gjithë këta, po përveç ju si duket ju e dini, t'ja shpjegoni që 1444 e ka ngrit Flamurin në Krujë Gjesh Kastriot Skënderbeu në datë 28 nëntor dhe me 28 nëntor pastaj e ka ngritur Ismail Qemali. Shpjegoja në këtyre se këta e pash që ti nuk qeshe, e këta qeshën. Të lutem shpjegoja që e ka ngritur një herë Skënderbeu dhe pastaj Ismail Qemali. Shpjegojani pak zotris dhe me qenë se ju e dinit ndryshe nga këta tjerët. Përsa i përket atyre tjerave që thanë që shqyqyr na keni e shqyqys na keni, ju shqyqyr që keni Atnesti Angonin, se me sa po marrë vesh, kanë quar dhe një dosje tjetër sot. Unë uroj sukses edhe atyre që kanë firmosur të ajo korë qersek, po dhe të kjo puna keshit që keni ngatruar gjithë Ballkanin. Me sa morëm vesh nga lajmet e fundit, ky Nesti Angoni nuk pas ka marruar punë akoma. Mirë është që kryetari i grupit tuaj ta gjej kush është ai mes jush, se më shumë po a bën ai zezën. Faleminderit. Tani duhet t'ja kishit thënë ju, zotit Noka, këtë punë në 1424, si mos e quante lapsus. Se e quajti lapsus. Çfarë? Po e dash ja u dash replik pra, tani s'mund t'jap dy herë replik. Po jo, po tani e di unë çfarë ishte replik, e kërkuat replik. Merreni për procedurë fjalën, që ti jemi korrekt. Po ju lutem qëndrojeni procedurës. Do lutesha shumë kolegëve të opozitës që të ndalojnë së foluri për historinë e kombit tonë se na i bëjnë pis. 1443 është viti që ka ngritur Flamurin Skënderbeu, por e kuptoj edhe arsyen sepse përmend Himarën zoti Noka në çastin që po flet për gafat e tij historike, sepse më kujtohet në zgjedhjet e kaluara të Himarës se si kandidati i atëhershëm Petro Gjikuria shënonte Flamuris Nokas që kishte vajtur në fushat. Kështu që spres nga Flamuris Nokas, si pas zotit Gjikuria edhe jo si pas smeje, që të di as kush e ka ngritur Flamurin,
as nga kolegët e tij se kur është ngritur flamuri. Ajo çka dua të them në nivel personal është diçka e thjeshtë. Sa bën kostumi yt sot është pasuria ime totale. Dhe këtë e din shqiptarët. Dhe ta theksoj edhe një herë për atë që thua për Gjipen, që ka qenë dokument i skanuar në vitin 2001, i gjendur në arkiv, i mikrofilmuar, me datë eksakte. Kështu që i bie që unë në moshën 14 vjeçare, për t'i bërë qefin Flamuris Nokas që të flasi në parlament, kanë vajtur në arkiv, ndoshta mendimën e Ilir Metës që të fusja një dokument që pastaj të na fliste poshtë fotografisë Spiro Milos që ka djegur Boshin dhe Kallaratin e Imarës, Flamuris Nokas e të na bëj leksione patriotizmi me milionat e eurove të cilat i ka, me shtëpite familjarve që i ka në Saran, ndërkohë që sarandiotët e mi aty janë akoma të pastre se i ka glabëruar pallatet e enteve të banesave Flamuris Nokas, dhe një herazi të më bëj moral se i kam vajt në njerë për punë. Unë kam që 14 vjeç që punoj në privat që 14 vjeç, kam të ardhurat 2 shifrore që në moshën, mbi 1 milion lek që në moshën 19 vjeçare në privat, diferenca është që t'je shumë i pasur pa punuar asnjë ditë.